Rusia godet kompleksin ku banon ambasadori shqiptar në Kiev. Tirana thërret ambasadorin rus për shpjegime. Tensione të forta diplomatike mes Shqipërisë dhe Rusisë pas sulmit masiv me raketa dhe dron ndaj Kievit, ku u godit edhe kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, reagoi ashpër përmes një postimi në rrjetin X, duke e cilësuar sulmin të papranueshëm dhe një përshkallëzim serioz që vuri në rrezik jetën e diplomatit shqiptar. Këtë herë u godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke e vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme, deklaroi Hoxha. Shqipëria dënoi me forcë sulmin rus ndaj objektivave civil në Ukrainë, duke akuzuar Moskën për shpërfillje totale të jetës njerëzore edhe për vazhdimin e agresionit që prej nisjes së luftës. Ministri theksoi se Rusia nuk po fiton, por vetëm po sjell vdekje, vuajtje dhe shkatrim. Ndërsa përsëriti mbështetjen e plotë të Shqipërisë për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Në një lëvizje të fortë diplomatike, Tirana ka thirrur për shpjegime ambasadoren e Federatës Ruse në Shqipëri pas incidentit që ka rritur tensionet mes dy vendeve.